madhe, mirë se erdhët, nderuara zonja e zotrinj. Pamjet e ekzekutimit me gjaktëtotësi nga 22 vjeçari turk të ambasadorit rus në Ankara, Andrei Karlov, kanë bërë xhiron e botës dhe kanë shkaktuar jo pak panik për atë që po konsiderohet si një rend i ri botror, një rregullim i ri i forcave që do të jenë vendimtare në paqe në botë dhe mbi të gjitha çfarë do të ndodh me Sirin, me negociatat e hapura nga Rusia, Ankaraja dhe Irani së fundmi. Cili do të jetë roli i ambasadorit të ri, i presidentit të ri të zgjedhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në këtë rivendosje të ri të re të forcave dhe ekuilibrave në botë. Për këtë, unë kam një intervistë të posaçme, kam biseduar sot me ambasadorin e Rusisë në Shqipëri, Aleksandr Karpushin, të cilin do ta ndiqni pas pak, por më parë ju prezantoj të ftuarit me cilët do diskutojmë më pas në lidhje me çfarë ndodh tani pas atij atentati të bujshëm në Ankara. Ilir Kull, analist, faleminderit që je në Tonight për një analizë besoj të veçantë sonte. Ka një pritshmëri të madhe, do të shohim se çfarë do na thuash. Dhe kam të ftuar publicistin Kastriot Meftare. Faleminderit që je së bashku me Kullën. Shkurt Kulla para se të jap intervistën, sepse më duhet ta ndjekim fillimisht atë dhe më pas diskutojmë. Do të ketë luftë të tretë botërore apo janë konspiracion të pa bazuara? Unë them që ka filluar, nuk është në stilin atyre dy luftrave që... Fakti që pyetja po bëhet në nivele analiza që nuk janë konspirative, tregon që diçka ka. Luft do ketë, se kjo është shqetësimi më i madh i njerëzve. Po lufta ka filluar, thjesht nuk do të jetë si ato luftrat që ne jemi mësuar me fronte me ashtu, por lufta ka filluar, ju sapo edhe përmendet aleancat, luftrat filluan nga të ashtu quajturat pikurat të revolucionet e vogla për të ndryshuar regjimet dhe tashmë janë kthyer në lufta rajonale dhe kërcënimi është që do vazhdojnë dhe do zgjerohet. Meftare? Ka filluar? Po them këtë që po të shikosh me vëmendje fillimin e dy luftrave botërore, vërejmë që ata që morën vendimet për ta futur botën në luftë, që ishin disa pak udhëheqës të shteteve fuqive të mëdha, deri në momentin e fundit nuk mendonin se po e çonin botën në luftë. Dhe kanë shkruar kujtime me shumë faqe dhe kanë dhënë intervista ku kanë dashur të tregojnë që nuk e kishin qëllim, dhe unë besoj që realisht nuk e kishin, përveç Hitlerit për shembull. Por, nëse ne mendojmë që lufta botërore është një gjë që janë të vetëdijshëm ata që ndërmarrin hapat, këtu gabojmë. Mund të jenë dhe të patvetëdijshëm, do ta shpjegojmë pak më vonë. Lufta e dytë botërore, luftën e dini kush e shpalli? Kishte aksidentale. Nuk ja shpalli Hitleri Francës dhe Anglisë. Po pas pushtimit Polonisë ja shpalli Franca dhe Anglia Hitlerit. Të ndjekim intervistën ekskluzive që ambasadori Karpushin ka dhënë për emisionin tonë sonte. Ambasador Karpushin, fillimisht më lejoni të shpreh ngushëllimet në emër të Radio Televizionit Ora News për humbjen e kolegut tuaj Andrei Karlov në Ankara. Спасибо большое за ваши соболезнования. Dhe unë dua të falenderoj për ngushëllimet dhe dua të shpreh mirënjohje Radio Televizionit Ora News, një nga mediat më të respektuara në Shqipëri, për gatishmërinë për të pasqyruar këtë ngjarje tragjike, këtë humbje të madhe për gjithë familjen tonë diplomatike në Rusi. Нашей дипломатической семье. Tani më që kanë kaluar disa orë nga atentati që u krye ndaj ambasadorit Karlov në Ankara, a ka disi më të qartë skenarin kush e kreu këtë atentat, kush fshihet pas tij? Ну, прежде всего хочу сказать, что этому гнусному Duhet të them në radhë të parë që ky sulm i urryer, i poshtër dhe burracak pas shpine nuk ka dhe nuk mund të ketë kurrë justifikim. Siç dihet, aktet e tilla terroriste kryen zakonisht me qëllim provokimin e madh politik, dhe në këtë rast konkret bëhet fjalë për një përpjekje për të futur një pyk midis Rusisë dhe Turqisë, dy vendeve të cilat kohët e fundit, pavarësisht të gjitha vështirësive të mëdha, kanë përmirësuar ndjeshëm marrëdhëniet e tyre. Duket se ka disa forca që janë të pak kënaqur nga kjo tendenca pozitive. Duke qenë se Rusia dhe Turqia janë dy aktorë shumë të pranishëm dhe më shumë pesh në çështjet siriane në procesin e zgjidhjes së konfliktit në Siri, bashkimi i përpjekjeve të tyre në luftën ndaj xhihadistëve nuk është në interes të grupeve terroriste të cilat, jam e bindur, janë pikërisht ato që qëndrojnë pas organizimit të kësaj vrasje të ambasadorit rus Karlov. Нашего коллеги, дипломата, посла Карлова.
Përfaqësues të Parlamentit rus kanë akuzuar NATO-n për këtë sulm. A është ky një qëndrim i Moskës, një qëndrim zyrtar, dhe gjithashtu kur thoni që dikush ka pasur interes të prish marrëdhëniet e rirregulluara rishtasi pas rrëzimit të avionit midis Rusisë dhe Turqisë. Kush është ai dikush? Kush i mbështet këto grupe terroriste? Вы знаете, всякий раз, когда случаются такие события, Sa herë që ndodhen këto ngjarje kaq tragjike, opinionet mund të jenë shumë të ndryshme. Opinionin e tyre kanë edhe parlamentarët rusë, por nuk besoj që qëndrimi i tyre mund të konsiderohet si qëndrim zyrtar i Moskës. Po të flasim konkretisht për marrëdhëniet me Turqinë, unë besoj që siç u shprehen edhe përfaqësuesit e udhëheqës së Rusisë, presidenti Putin dhe ministri i jashtëm Lavrov, palja ruse nuk ka ndërmend të tërhiqet nga bashkëpunimi me Ankaran, përfshirë këtu edhe luftën e përbashkët ndaj terrorizmit. Konfirmimi i kësaj qasje është edhe fakti që pavarësisht nga tragjedia e ndodhur në Moskë u zhvillua dje takimi i paracaktuar i ministrave të jashtëm të Rusisë, Turqisë dhe Iranit, ku ra dakord për hapat e mëtejshëm të këtyre tre vendeve lidhur me zgjidhjen e konfliktit sirian. Padyshim, siç tha edhe presidenti Putin, ky krim duhet zbardhur se kush fshihet pas këtij sulmi barbar. Vullneti për të ruajtur marrëdhënie normale me Rusinë u konfirmua edhe gjatë një bisede telefonike me presidentin rus nga homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka siguruar gatishmërinë e autoriteteve turke për të kryer një hetim të gjithanshëm të këtij sulmi. Një moment pozitiv është edhe deklarata e sekretarit të shtetit të SBA-ve John Kerry, që Washingtoni gjithashtu është e gatshëm të jap asistencë për identifikimin e autorëve të këtij krimi. Padyshim, personat përgjegjës për organizimin e këtij akti terrorist duhet të marrin dënimin e merituar. Этого зверского, иначе не могу назвать преступления. A do të ndikoj vrasja e ambasadorit në marrëdhënie diplomatike midis Rusisë apo dhe Turqisë, apo do të ndodhë ajo që analizonte CNN, do të shërbej për t'i përafruar dy vendet, ndoshta edhe për të shtuar bashkëpunimin e shërbimeve inteligjente dhe të bashkëpunimit mes dy vendeve? Ну, я уже сказал, что и президент России Путин. Si që përmendëm më sipër, edhe presidenti rus edhe zëdhënësi i tij edhe ministri i jashtëm Lavrov konfirmojnë që Rusia nuk ka asnjë dëshirë që të prishë marrëdhëniet e saj me Republikën e Turqisë. Është shumë e qartë që organizatorët e aktit terrorist kundër ambasadorit ton në Ankara kishin një qëllim të qartë, që të ndodhte një përplasje politike midis Turqisë dhe Rusisë. Por unë jam i sigurt që edhe siç është dëshmuar kohë të fundit, Rusia do të bashkëpunojë me Turqinë për të hetuar këtë ngjarje tragjike. Bashkëpunimi do të vazhdojë edhe me shërbimet inteligjente edhe me agjencitë ligjzbatuese të Turqisë. Jemi shumë të interesuar të vazhdojmë bashkëpunimin dhe shkëmbimet dypalësh me Turqinë në fushën e ekonomisë dhe në fushat e tjera, dhe të një rëndësie të veçantë është fusha e luftës së përbashkët ndaj terrorizmit. Patjetër, në disa fusha kemi me Turqinë edhe mosmarrveshje, por në fushat e tjera kemi mirëkuptim. Kryesorja është që kemi afruar qëndrimet tona kohë të fundit për sa i përket parandalimit të rrezikut terrorist në lindjen e mesme. Касающимся урегулирования этого конфликта, мы находим общие подходы с Турцией. Это очень важно. Çfarë qëndrimi do të mbajë Rusia për zonën e Sirisë dhe luftën që po mbahet atje? Besoj edhe ju i keni parë ato pamje që kanë tronditur opinionin mbar botror, fëmijë të pafajshëm, viktima të një lufte civile të stërzgjatur. A do të ndryshojë qëndrimi i Rusisë në lidhje me Bashar al-Assadin? В вашем вопросе я вижу два. На один я уже ответил. Unë jam përgjigjur pjesërisht pyetjes suaj duke thënë që sipas mendimeve të udhëheqës së Rusisë, bashkëpunimi dhe kontributi i Rusisë në luftën ndaj terrorizmit, përfshirë këtu edhe në Sirinë, nuk do të ndryshojë. Kështu që qasja e Rusisë në vijat e përgjithshme do të mbetet e pandryshuar dhe lufta ndaj terrorizmit ndërkombëtar do të vazhdojë në mënyrë akoma më intensive.
Dhe jam e sigurt që mirëmbajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm e bashkëpunimit të Rusisë me Turqinë, për çka u morën vesh edhe ministrat e jashtëm e dy vendeve në takimin e dieshëm në Moskë, do të përshpejtojnë procesin e zgjidhjes paqësore në Siri. Dhe shpresoj gjithashtu se ajo marrëveshje që po negociohet tani midis qeverisë seriane dhe opozitës, në fund të fund do të rakordohet dhe do të shërbejë si themel për një paqe të qëndrueshme në këtë vend të shumë vuajtur. Sa për pjesën e dytë të pyetjes suaj, ndoshta e kam gabim, por në pyetjen tuaj ndihet një nën-tekst i caktuar dhe nuk është as pak e çuditshme. Unë do të thoja që unë ngela skajshmërisht e habitur nga ajo se me çfarë gatishmërie të jashtëzakonshme mediat shqiptare janë bashkuar kohë të fundit fushatës propagandistike të perëndimit e cila synon dezinformimin e publikut për sa e përket ngjarjeve në Aleppo. Këtu në Shqipëri, njësoj si në vendet perëndimore, janë transmetuar emisione të shumta, janë botuar artikuj në gazeta ku Rusia akuzohet për krimet e luftës, vrasjen e mira njerëzve të pafajshëm dhe madje sulme të qëllimshme ndaj spitaleve, shkollave dhe objekteve të tjera. Dhe gjëja më e çuditshme është se janë artikuluar vetëm akuzat të pathemelta. Asnjë provë nuk është paraqitur kurrë. Edhe pse është fakt i njohur që në burrime të hapura, si për shembull në faqen e Ministrisë së Mbrojtjes të Rusisë, gjenden shumë kollaj informacione të besueshme. Dhe këto informacione kam shpërndar edhe në mes të miqve të mi tek gazetaria shqiptare. Shumë media shqiptare vazhdojnë të referohen të ashtu quajturit observator sirian për të drejtat e njerëzit. Është e njohur që kjo organizatë përbëhet nga dy persona me banim në Londër, të cilët në mënyrë të vazhdueshme sajon njoftime dhe lajme dhe pastaj shpërndajnë nëpër mediat ndërkombëtare. Nga ana tjetër, gazetarët rusë që pasqyrojnë atë çka po ndodh në Siri janë gjithmonë prezent në terren dhe bëjnë reportazhe me kaska, me jelek antiplumb dhe janë aty ku ngjarja ndodh. Ndërsa këta nga observatori sirian po pinë kafe në Londër, botojnë artikujt e tyre, të cilët pastaj për fat të keq përdoren edhe nga në mediat të shumta në vendet e tjera të botës. Ndërsa materialet e gazetarëve rusë që janë më objektive, janë më të paanshme, nuk përdoren kurrë. Unë duhet të theksoj dhe ritheksoj që objektiva kryesore e ushtrisë ruse e cila vepron në Siri është ndihma ndaj qeverisë legjitime të Sirisë, ndaj ushtrisë legjitime të Sirisë në luftën e saj kundër grupeve terroriste të cilët kanë masakruar prej kohësh popullsinë civile të këtij vendi. Fal përpjekjeve të ushtarakëve rusë, përfshir këtu edhe krijimin e qendrës së pajtimit të palëve konfliktuese në Siri, deri tani më shumë se 1500 qendra banimi në Siri ju bashkuan regjimet të armëpushimit. Dhe unë besoj që kjo arritje mund të shërbejë si një themel shumë solid për të vazhduar procesin e zgjidhjes politike në Siri. Dhe pasi u çlirua Aleppo, pasi u debuan luftëtarët e frontit Al-Nusra nga ky qytet, e dim shumë mirë që banorët e këtij qyteti festuan këtë ngjarje, ndërsa gazetarët perëndimor e kanë paraqitur këtë arritje si pushtim, madje si një tragjedi. Dhe unë besoj që ata që e shohin çlirimin e Aleppos si një krim, madje si një pushtim, automatikisht e vendosin veten në anën e xhihadistëve. Mund të krahasojmë këtë ngjarje me tani çlirimin e Kijevit nga ushtria sovjetike gjatë luftës së dytë botërore. Është shumë e qartë që ishte vërtet çlirimi, por jo pushtimi. Dhe unë besoj që ky është thelbi i problemit, që mediat perëndimore paraqesin këtë arritje të madhe çlirimin e Aleppos si një krim. Очень много жертв, именно жертв среди мирных жителей. Vetëm një pyetje kam në këtë, meqense jemi këtu. Moska, që të sqarojmë dhe gazetarët shqiptar apo dhe analistët që shkruajnë të tillë,
Çfarë konsideron Bashar al-Assadin? Thjesht një president të zgjedhur në mënyrë demokratike apo një diktator që ka përgjegjësi për mira jetët e vrara nga lufta civile? На сегодняшний день нет другого. Bashar al-Assad ndoshta nuk është një lider perfekt, por vendi ynë kundërshton vendosmërisht idenë e ndryshimit të dhunshëm të pushtetit në Siri. Ndërhyrja e SBA-ve dhe aleatëve të tyre në Irak dhe në Libi si dhe përvoja e dhimbshme e pranverës arabe i kanë treguar gjithë botës se çfarë pasojësh mund të sjellën iniciativa të tilla të papërgjegjshme. Unë besoj që ju e dini fare mirë që në Irak dhe në Libi për shkak të tyre iniciativave deri tani janë vrarë mbi 1 milion njerëz. Prandaj qëllimi kryesor i palës ruse është të parandalojmë një skenar të tillë në Siri. Pala ruse mbetet e angazhuar për ruajtjen e Sirisë si një shtet unik për të ardhmen të cilët duhet të vendosen vetë sirianët në kuadër të një dialogu gjithëpërfshirës politik. Pra, zgjidhja politike është vetmi opsion për të normalizuar situatën në këtë vend. Конечно, это очень опасный путь. Ambasador Karpushin, i mendoni se do të përfundojë ndonjëherë lufta në Siri? Но вы знаете, если обратиться к истории, то все войны когда-нибудь заканчивались. Siç tregon historia, çdo luftë përfundon me paqe dhe padyshim do të përfundojë edhe kjo. Por qëllimi është që të përfundojë sa më parë dhe që të shmangim viktimat të reja në mes të popullsisë civile. Siç thash më përpara, fal përpjekjeve të Rusisë, më shumë se 1500 qendrëbanime në Siri kanë mbështetur regjimin e armëpushimit në këtë vend. Për fat të keq, ashtu quajtura opozitë e moderuar siriane e ka diskredituar veten. Për fat të keq, pjesëtarët e saj janë rreshtuar në anën e organizatave terroriste. Prandaj, në qoftë se do të rrezohet me dhunë qeveria legjitime në Siri, të gjitha këto grupe terroriste të shumta do të nisin luftën për pushtetin, luftën për pronat, luftën për burrimet e naftës dhe kështu me radhë. Procesi paqësor po bëhet gati. Këtu japin kontribut shumë aktorë ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe Rusinë. Dhe unë jam besim plot që në fund të fundit një grup shtetësh miq e Rusisë do të arrijë një sukses të prekshëm. Por për të garantuar këtë sukses, si hap e parë, duhet të japim fund organizatave xhihadiste si Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra, e cila me qëra fjale ka qenë deri para pak kohe një nga filialet e Al-Qaedës në lindjen e mesme. Аль-Каида, да, Аль-Каида, это как бы дети Аль-Каиды. Ambasador, si pritet të jenë marrëdhëniet midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjes së presidentit të ri Donald Trump? Nuk e di nëse edhe ju e keni dëgjuar atë që thuhet si anekdot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kush i humbi zgjedhjet, dhe thon Hillary Clinton dhe Donald Trump, po kush i fitoi? Vladimir Putin. A ka pasur gisht Rusia në fitoren e Donald Trump, është akuzuar për hakerim, për ndërhyrje në fitoren e presidentit zgjedhur? Ну, что касается перспективы наших отношений России и Соединенных Штатов, конечно, мы надеемся на то, что Sigurisht që shpresojmë që marrëdhëniet mes Rusisë dhe SBA-ve të përmirësohet. Në fakt nuk mund të bëhen më të keqja sepse më keq nuk bëhet, janë në nivel 0. Po deklaratat dhe hapat e bëra të fundit nga presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump duken pozitive. Unë kam parasysh për shembull caktimin e disa anëtarëve të administratës së re, janë besoj ata njerëz që më të vërtet janë të aftë për të intensifikuar dialogun me Federatën Ruse. Unë jam shpresplot që dialogu midis Rusisë dhe Amerikës me ardhen e presidentit të ri do të bëhet më cilësor dhe do të ndërtohet patjetër në bazë të respektit të ndërsjellë të interesave të dy palëve. Mendoj se kjo do të bënte mirë jo vetëm Rusisë dhe SBA-ve, por edhe gjithë sistemet të marrëdhënieve ndërkombëtare
ndërkombëtare. Për sa përket përfshirjes në thonjza të Federatës Ruse në fushatën elektorale në Shtetet e Bashkuara, unë besoj që le të mbetet si anekdot. Në Rusi ka një anekdot tjetër, në qoftë se Moska më të vërtet ka ndikuar në përfundimet e zgjedhjeve presidenciale, kjo do të thotë që Rusia është një superfuqi, ndërsa Amerika është një republika e bananave. Kurse e dim shumë mirë që nuk është e vërtet. Pra, është një nga ato fake news që janë shpërndarë nga mediat perëndimore. Ja, unë personalisht mbetem e bindur që për Rusinë ishte e pamundur të ndikonte në proceset zgjedhore në Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, duhet të përmend që kandidatja Clinton dhe ekipi e saj I kanë mëshuar jashtë masë deklaratave antiruse. Dhe unë kam parashikuar fitoren e Trumpit pas Brexit. Në atë kohë, kryeministri britanik David Cameron bëri disa deklarata adresuara qytetarëve të Britanisë së Madhe. Ai u shpreh që në qoftë se ju qytetarët e Anglisë do të votoni pro Brexitit, ju do të votoni pro Putinit. Dhe e njëjta gjë ndodhi në Amerikë, sepse Hillary gjatë fushatës elektorale bënte thirrje zgjedhësve të saj të mos votojnë pro Trumpit, sepse vota pro Trumpit do të thotë vota pro Putinit. Ndodhi e kundërta dhe qytetarët amerikanë me të vërtet votuan pro Donald Trumpit, por jo sepse janë përkrahasit e Putinit, por sepse kërkojnë ndryshim në vendin e tyre. Получилось в Соединенных Штатах. Все говорили, что если вы проголосуете за Трампа, то вы поможете Путину. Они проголосовали за Трампа. Но не потому, что помогают Путину, потому что обстановка сейчас такая в Соединенных Штатах, они требуют перемен, американцы. Megjithatë, administrata Obama, që është ende në fuqi derisa të inaugurohet presidenti Trump, përmes zëdhënësit Departamentit Shtetit ka deklaruar sot se do të vendosë sanksione të reja ndaj Rusisë nga Departamenti I Thesarit për shkak të aneksimit që Rusia I bëri Krimes, por dhe mbështetjes që I ka dhënë separatistëve të Ukrainës lindore ditët e fundit, që sipas Departamentit të Shtetit është një thyerje e qartë e angazhimit të Rusisë në marrëveshjen e Minskut. Bashkimi Evropian gjithashtu ka deklaruar se do të vazhdojë sanksione ndaj Rusisë. A keni një qendrim për këtë? Ну, какова наша, может быть, позиция? Я уже много раз говорил, что сами санкции, они являются незаконными. Unë kam thënë më përpara në mënyrë të përsëritur që sanksionet e perëndimit të vendosura kundër Rusisë janë të paligjshme. Amerika thjesht ka përdorur të drejtën e më të fuqishmet, pa aprovimin nga Këshilli I Sigurimit të KB-s, madje këto sanksione bien ndesh me rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë. Është e njohur që sanksionet e perëndimit kanë goditur sektorin financiar të Rusisë, na kanë hequr mundësinë të importojmë pajisje të ndryshme për industrinë e naftës dhe gasit, dhe kjo do të thotë që qëllimi I këtyre sanksioneve është ulja e konkurrueshmërisë së Rusisë në tregjet ndërkombëtare dhe në përfundime dhe përkeqësimi I standardeve të jetesës në vendin tonë. Unë e di shumë mirë dhe është konfirmuar edhe nga zyrtarët amerikanë që synimi I perëndimit në momentin e vendosjes së sanksioneve antiruse ishte rritje e pakënaqësisë të qytetarëve të Rusisë nga qeveria I Vladimir Putinit. Por ju duhet të njihni popullin rus. Realisht ndodhe I kundërta dhe sot kësaj dite mbështetja popullore për presidentin rus është rritur. Ka edhe një anekdot tjetër që është shumë e njohur në Rusi. Një nga komentatorët rus tha që presidenti Obama meriton dekorimin me urdhrin për kontributin në zhvillimin e bujqësisë ruse, sepse veç të tjerash sanksionet kanë dhënë një impuls të fortë rritjes së prodhimit bujqësor në Rusi dhe varësia nga importet në këtë fushë është gati inekzistente. Si vjet Rusia ka prodhuar 120 milion ton grur dhe ky është një rezultat mbërëslënës.
миллионов тонн зерна. Do dohet të nënvizohet gjithashtu që sanksionet po i dëmtojnë jo vetëm Rusinë, por edhe ato vende që i kanë vendosur. Dhe në Gjermani, në Itali dhe në vendet e tjera ka kompani dhe madje rajone të tëra që dalin kundër sanksioneve antiruse. Në këtë kontekst, qëndrimi i Shqipërisë lidhur me sanksionet duket absolutisht e gabuar. Disa vende të rajonit, përfshirë këtu Maqedoninë dhe Serbinë, nuk e kanë mbështetur sanksionet dhe vazhdojnë shkëmbimet tregtare me Rusinë dhe korrin përfitime të mëdha nga mungesa e konkurrencës. Edhe Tirana kishte një shans të tillë dhe fillimisht nuk ishte e përfshirë në listën e kundërmasave ruse. Dhe është për të ardhur keq patjetër sepse ne si ambasadë kemi punuar gjithmonë për të intensifikuar shkëmbimet ekonomike tregtare midis vendeve tona. Unë dua të ndalem pak tek shembulli i Maqedonisë. Ndoshta ju e dini që kur Bashkimi Evropian ka kërkuar autoriteteve maqedonase të mbështesin sanksionet antiruse, pala maqedonase ka përllogaritur humbjet potenciale nga këtij veprimi dhe ka kërkuar Brukselit kompensimin e këtyre humbjeve. Patjetër që Brukseli nuk e ka kompensuar dhe si rezultat Maqedonia nuk e ka mbështetur sanksionet. Pra, unë bëj thirrje edhe palës shqiptare të tërhiqen nga këto masa antiruse. Не потеряли от этого ничего, они только приобрели. Я призываю Албанию не присоединяться к санкциям. Ju më parë keni folur për përgatitjen e një vizite të mundshme të kryeministrit Rama në Moskë. A ka ndonjë agjendë, a ka përparim në këtë vizitë mundshme? Ну, я действительно говорил об этом почти год назад. Pothuajse para një viti, me datë 10 janar, pata një takim personal me kryeministrin shqiptar Edi Rama, ku diskutuam mundësinë e reaktivizimit të punës Komisioni Ndërqeveritar Shqipëri-Rusi. Ram dakord që shumë shpejt duhet caktuar edhe bashkëkryetari i këtij komisioni për palën shqiptare. Dhe që në ato moment unë shpreh i gatshëm që pala ruse të jepte propozimet e saj për agjendën e sesionit të radhës të këtij komisioni, përfshirë këtu edhe shqyrtimin e çështjes traktatit të bashkëpunimit e miqësisë midis dy shteteve, e cili me qëra fjala për fat të keq akoma nuk është firmosur. Kjo është një situatë shumë e çuditshme sepse Rusia ka traktate të tilla me të gjitha vendet e botës përveç Japonisë, me të cilën kemi një kontest territorial, por edhe me Japoninë kemi përparuar ndjeshëm në zgjidhjen e këtij problemi. Por deri tani bashkëkryetari i Komisionit Ndërqeveritar për palën shqiptare nuk është caktuar dhe nuk ka asnjë progres në këtë drejtim. Vizita e kryeministrit Rama në Moskë patjetër është e mundur dhe madje është e nevojshme, por për të realizuar një udhëtim të tillë është e domosdoshme, siç ju shprehet me të drejtë, një agjendë solide, një agjendë substantive, përfshirë këtu, pse jo, edhe nënshkrimin e dokumenteve dypalëshe. Просто встретиться — это другая тема совсем. Edhe ministri i jashtëm Bushati në deklaratën ku dënoi sulmet siç u bën ndaj ambasadorit në Ankara, por edhe rasti i Berlinit, i kamionit në tregun e Krishtlindjeve, u shpreh se jemi dëshmitar të një Europe që vuan nga një botë zero polare. Rasti i Brexit, fitoria e Donald Trump, i ka bërë shumë analistë mendojnë se ndoshta jemi përpara një rendi të ri botror. A jeni dakord me këtë dhe çfarë roli do të ketë Rusia në këtë rend të ri nëse do të ndodhë? Dhe a do të vendoset ky rend i ri botror në kushtet e një lufte të tretë botrore? Вы знаете, я согласен, что такой порядок может быть сформирован, и мы Unë pajtoj me ju që krijimi i një rendi të ri botror është i mundshëm dhe në fakt Rusia ka shumë vite që ka propozuar një ide për të krijuar një hapësirë unike të bashkëpunimit dhe sigurisë nga Atlantiku deri në Vladivostok. Kjo ide u formulua fill pas rrezimit të Bashkimit Sovjetik. Në atë kohë Rusia dije shumë optimiste.
socialiste. Ishte shumë entuziazmuar pas hapjes ndaj botës së jashtme. Vendi ynë hoqi dorë nga ideologjia komuniste dhe filloi të ndërtonte ekonominë e tregut. Madje morëm një premtim nga Perëndimi që NATO-ja nuk do të zgjerohet ndaj kufive të Rusisë, por në praktikën ndodhi e kundërta. Sot kësaj dite Aleanca është shumë afër kufive perëndimore të Rusisë, madje marrim kërcënime që Ukraina dhe Gjeorgjia shumë shpejt do të bëhen anëtare të kësaj organizate, edhe pse nuk është e nevojshme, sepse Rusia nuk përbën asnjë rrezik për Evropën dhe për fqinjët e saj. Sepse për shembull Rusia nuk ka 800 bazë ushtarake, siç ka SBA-ja në gjithë botën, përfshirë këtu edhe vendet që janë fqinje me Rusinë. Pra në atë kohë pas rrëzimit të Bashkimit Sovjetik, ne ishim shumë të gatshëm të bashkëpunonim në bazë të parimeve të barazisë dhe respektit të interesave të gjitha palëve. Sot kësaj dite përflitet shumë për kërcënimin rus në Ballkan, madje edhe në Shqipëri, por unë si ambasador i Federatës Ruse në Shqipëri nuk e kuptoj fare për çfarë bëhet fjalë, se Rusia synon vetëm një gjë, zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik dhe humanitar me të gjitha vendeve të rajonit, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Nuk duam asnjë bazë ushtarake, si për shembull puna e bazës amerikane në Kosovë. Kështu që derisa të mos heqim dorë nga stereotipet e bllojsheve, nga arsyetimet e vjetra, ky rendi i ri nuk mund të formohet. Стран, которых не будет никаких противоречий. Ambasador Karpushin, pak orë përpara kësaj interviste, mediat britanike kanë publikuar një listë të ISIS, të Shtetit Islamik, të disa ambasadave ruse në përbot që janë të rrezikuara për sulme të mundshme, midis tyre është edhe Tirana. A keni shtuar masat e sigurisë, ndjeheni të rrezikuar? Ну, как вам сказать, конечно, мы обеспокоены этой информацией. Po patjetër ndihemi të shqetësuar nga këto informacione dhe brenda mundësive kemi shtuar masat e sigurisë, kemi kërkuar asistencë edhe nga organet ligjzbatuese të Republikës së Shqipërisë, por problemi është që te kjo godinë ku ndodhemi tani nuk mund të garantojmë masat maksimale të sigurisë, sepse kjo godinë merret me Qiran, nuk është në pronësi të shtetit rus. Dhe për ne është një nga çështjet më aktuale ndërtimi i një ambasade të re në Tiranë. Dikur Bashkimi Sovjetik kishte ndërtuar një ambasadë shumë të mirë në Tiranë, por pastaj u konfiskuan nga regjimi i Enver Hoxhës dhe në atë godinë, sot kësaj dite ndodhet presidencë e Republikës së Shqipërisë. Tani shpresojmë që nga palët shqiptare të marrim të paktën një truall toke ku mund të ndërtojmë një ambasadë të re me masa maksimale të sigurisë. Këtë çështje kam diskutuar edhe me kryeministrin Rama. Në fakt, ky është obligim i shtetit shqiptar, është obligim i dokumentuar, kthimi i 18 i një truall toke me sipërfaqe 18.000 metra katror, i cili ishte falur nga Shqipëria ndaj Bashkimit Sovjetik. Pra shpresojmë që organet ligjzbatuese dhe shërbimet sekrete të Shqipërisë do të marrin me mirë kuptim këtë rrezik dhe do të na ndihmojnë të sigurojmë dhe garantojmë sigurimin e diplomatëve tanë dhe familjarëve të tyre. Детей, жен здесь, которые находятся. A kanë marrë masa aktualisht? Kanë masat shtesë mbas atentatit në Ankara? Нет, ну мы также провели... Po në fakt ndihmën na kanë ndihmuar edhe policia e shtetit edhe kompania e sigurisë me të cilën bashkëpunon ambasada jon, edhe këtu brenda ambasadës kemi zhvilluar një mbledhje për stafin, bëm një instruktazh, janë ato gjëra bazike që duhen bërë në këto situate dhe unë dua të falenderoj të gjithë miqtanë shqiptar që na kanë ndihmuar dhe që mbeten të gatshëm të na ndihmojnë edhe në të ardhmen në këtë situatë të vështirë. С готовностью оказать содействие нам. Ambasador Karpushin, faleminderit për mundësinë që na dhanë përmes kësaj interviste. Spasiba.
Спасибо вам большое за то, что вы... Ju falenderoj shumë për gatishmërinë dhe për interesin për të mbajtur një intervistë me mua. Për mua është gjithmonë një kënaqësi të ju takoj, sepse unë vlerësoj shumë aftësinë tuaj të veçantë të formuloni pyetjet dhe për mua mund të shërbej çdo intervistë me ju si një mesim. За вот этот вот урок. Faleminderit. Спасибо. Jemi rikthyer pas intervistës ekskluzive të ambasadorit të Rusisë në Shqipëri, Aleksandr Karpushin. Pas shumë temave që prekëm me të, më bëri përshtypje fakti që ai u shpreh kulla i shqetësuar për sigurinë. I kërkoi madje shtetit shqiptar të mbajë detyrimin që ka për të dhënë një tokë të ndërtojnë selinë e tyre me masa më të rrepta sigurie. Tani, pas asaj ngjarje që ndodhi, s'ka asnjë lloj arsye pse të mos e bëjnë gjë të tillë. Nuk më rezulton që është vetëm ambasadë që është shqetësuar për sigurinë. Përfshi këtu ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila që nga vitet 97-98 mban mbrojtje të veçanta, ka ngritur murin e lartë e tjerë. Apo pikërisht pas ngjarjes në Ankara edhe tek rruga Skënderbeu, tek ambasadat e tjera janë rritur masat e sigurisë. Po dhe ambasada italiane ka rritur murin, ka rritur masat e sigurisë. Në fakt ishte surprizë për mua, sidomos muri i lartë i ngritur i ambasadës italiane. Ka ndonjë të gjitha ambasadat kanë, nuk është çështje alarmi, është çështje e kalkulimit të rrezikut potencial. Do të thotë në kalkulimet e tyre, jo trupi diplomatik, se nuk janë këta që i bëjnë, po janë ata nga qendrat e tyre, konsiderojmë faktin që rritja e masave të sigurisë i shërben qetësimit të punës së tyre në afat gjatë, dhe normal, pas sa ngjarje që ndodhi në Ankara, edhe përfaqësia diplomatike ruse në Tiranë kërkon të rrisë, se përderisa ndodhi në një vend shumë të militarizuar si Turqia, mund të ndodhi në një vend ku, do të thënë, realisht situata shumë e qetë si Shqipëria, por kjo është hipotetike, nuk besoj që ka kërcënim real ose që ka në një informacion real. Por dalja në një faqe internetit, një objektivit të mundshëm si që është ambasada e Rusë në Tiranë, e bën që shqetësohet. Por unë besoj që atje ku ndodhet dhe autoritetet shqiptare kanë gjitha kapacitetet që jo vetëm të ofrojnë sigurim, po dhe që të mos ndodhë kur asgjë për 20-30 vitet e ardhshme. Zëmëftare, çfarë të bërim shumë përshtypje nga intervista? Fillimisht për ta vënë në kontekst, dua të them edhe për ta pasuruar emisionin tënd, është i pari ambasador rus që vritet, duke përfshirë Bashkimin Sovjetik, perandorinë ruse të gjitha. Të gjitha korat? Të gjitha korat i pari ambasador. Ka disa lajme që thonë është i katërt, e kanë gabim. Sepse i referohen një vrasje që ka ndodhur në Iran në vitin 1829, ku është vrarë ministri perandorisë ruse. Ishte atëre ministër. Jo, do të thënë Rusia në këto vende dhe tërë shtetet e mëdha nuk kishin ambasada, kishin legata që përfaqësoheshin nga ministër. Janë vrarë edhe 2 në kohën e Bashkimit Sovjetik të ngarkuar me punë në vende të ndryshme, por i pari ambasador. Është vrarë dhe konsulli rus në Mitrovic. Konsulli, këtë po mendoja, është konsulli rus. 1903 është dhe një këngë atje Mitrovic Rajteli. Shqiptarët kanë vrarë një diplomat rus. Por ai do me thënë ambasador. Por mirë më është pjesë e historisë. Shiko, konsul kështu janë vrarë dhe Amerikanë dhe Gjermanë dhe tjerë. Ambasador me titull është i pari në historinë e Rusisë, qoftë perandorake, qoftë shumë. Ambasador live. Se vrasja ndodhi live, nuk është live edhe pastaj. Sa për intervistën e ambasadorit Karpushin, shiko, këtu ka një problem nga pikpamja diplomatike, dakor, të gjua e ti ishte termat në cilat të shpreh frazeologjia që dhe pak provokuse, po dhe duke ruajtur korrektsin. Problemi është që Rusia e sotme është një shtet për cilën vetë presidenti më jetë gjatë i saj, pas rënies komunizmit, zoti Putin ka thënë që tragedia më e madhe gjeopolitike ishte shpërblera e Bashkimit Sovjetik. Pra, mos harrojmë një gjë, ai shtet në emrin Bashkimit Sovjetik kishte në emblemën e vet shtetërore globin toksor. Një glob të ngjashëm me atë që pam në zyrën e ambasadorit.
Tani një shtet që ka globin toksor, në atë kërkon të shtrihet në gjithë botën. Nuk e kishte nazizmi globin toksor në emblem në vetë. Nuk e ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e ka patur asnjë fuqi e madhe. Tani, ty të ndodhi një fatkeqësi, unë nise të zaptosh gjithë botën, duke përdorur dhe revolucionin botëror dhe ato që dijem ideologjin, rrugës të ndodhi një fatkeqësi ta shpërbën shtetin, tani janë këta të tjerët që mund ta vazhdojnë shpërbërjen. Pra, Rusia e di çfarë ka dashur të bëj, e di çfarë kosto e ka paguar dhe e di çfarë synojnë t'i bëjnë. Kuptohet, Rusia nesër mund të kërkojë që në bashkëpunim me një fuqi tjetër të madhe, me Kinën ndoshta t'i rikthehet përsëri traditës për sundim të botës. Por, se e vran ambasadorin? Loja bëhet për botën. Nuk bëhet loja për sigurimin e kufive të Rusisë në Gjeorgji apo atje. Loja bëhet për botën, se shiko, rusët harrojnë një gjë. Rusët harrojnë që Rusia është shumë e madhe. Imagjino ta shikosh Rusin ta shikosh botën nga Moska, ta shikosh Rusin që nga Ballkani ose që nga bregu i Oqeanit Atlantik. Ke një Europë të vogël, ke dhe pastaj shtrirjen e Rusisë që me gjithë këto teritoret që ka humbur është përsëri shumë e madhe. Shiko, 3 herë brenda një shekulli, Rusia ka humbur një territor më të madh se gjithë Europa, përveç perandorisë ruse dhe Bashkimit Sovjetik. Me thënë teritoret që humbën këto dy. Në 1117 me traktatin e Brest-Litovskët, që i mori Gjermania, jari mori me revolucionin më vonë, pas luftës, ka humbur në luftën e dytë botërore ndaj Hitlerit një territor shumë të madh, ka humbur dhe pas vitit 1991 me shpërblimën e Bashkimit Sovjetik një territor shumë të madh. Në 2 rastet i ka fituar. A do t'i fitoj në rastin e tretë? Megjithse Rusia ka humbur kaq shumë territor, prapë vazhdon të jetë një fuqi e madhe, superfuqi afërsisht. Vrasja e ambasadorit është një mesazh për Rusin për çfarë dhe nga kush? Shiko, ambasadori kërkon të qetësoj botën, të qetësoj Europën në këtë rast, siç kanë marrë orientim, besoj gjithë kolegët e tij në botë, që nga Rusia nuk ka rrezik. Po, e shkuara e Rusisë është e tillë që ne nuk kemi ushtar jashtë, ne s'kemi baza jashtë. Rusia ka një kufi të këtill që e ka shumë komode, Amerika është përtej oqeanit. Shiko, pastaj Rusia ka një gjë. Mesazhi më po. Pra mesazhi. Rusia ka një gjë. Shiko, mesazhi ishte ky mos keni frikë. Ky që mesazhi. Jo, mesazhi pse u vra ambasadori turk në Ankara. Mesazhi këtu do të them një diçka. Besoj është e nevojshme të thuhet, sepse këto ditë po del dhe një teori sikur nuk është vrarë, sikur po del një teori konspiracioni. Ose nuk pati gjak në momentin e ngjarje. Ajo s'ka rëndësi, duke qenë që ka qenë me xhaketën e mbyllur dhe ka marrë disa goditje, nuk ka shpërthim në një pikë vetëm të gjakut, domethënë ka gjakdetje nga brenda, po ti nuk e dallon. Ka ndodhur për shembull rasti Salit Tivarit kur ka vdekur. Bashkëpunëtorët e tij nuk e kanë kuptuar që është vrarë nga plumbat, sepse ka pasur xhaketën e mbyllur dhe nuk dalloi, vetëm kur ka qenë në shkallë kanë kuptuar që ka qenë gjakosur. Kështu që është pak a shumë nga pikpamja teknike është e justifikuar. Nga pikpamja teknike dakord, pra i mori dhe plumba në kokë. Tani problemi është këtu, që unë mendoj që ai është vrarë. Unë mendoj që është vrarë, nuk është një skenim, siç po duhet të thuhet. Nuk ka dyshim që është vrarë. Por, sepse asnjë fuqi e madhe nuk do dëshironte të sajonte, për shembull Turqia të sajonte vrasjen e një ambasadorit të një vendi antar të Këshillit të Sigurimit të Përhershëm, është një goditje e rëndë për imazhin e shtetit për gjitha. Por, mua më bën përshtypje një gjë. Atentatorët mund të kenë qenë shumë të sofistikuar. Pra, aty arma që u përdorë në atentat është një armë i liri duhet ta ketë përdorur, është Qanik 55 TS... Dhe s'kishte bërë shumë zhurmë, këtë thonin dëshmitarët. Zhurmën e ka bërë të fort. TS-8. Zhurmën e ka bërë të fort edhe... Zhurmën e ka bërë të fort. Unë them, me qënë se i liri besoj do ta ketë përdorur atë lloj arme, unë them, me qënë se qitja është bërë nga qafër dhe si shndodh në këto raste, se qitja është bërë në atë që quhet point blank. Do me thënë, point blank është baras sikur e ke kështu. Si këtu te kamera. Me vetëm mos ja drejtojmë kamerën, se u duher ka keq. Pra, dua të them që ata që kanë bërë vrasjen nuk është çudi të kenë përdorur fishek të tillë që nuk kanë nevojë të penetrojnë. Pse thua ata? Zyrtarisht është vetëm një njeri që ka bërë vrasjen. Mendon që është vetëm 22 vjeçari polic që u ekzekutuan? Po të doni të bëj një analogji,
Po, vetëm shkurt që të flasi dhe Kulla, se me që e ka përdorur karmë. Po, ja shkurt tani mbarova dhe pastaj do rita gjoj me shumë knajsi e di liri. Mua më ngjan shumë me atentatin që i është bërë në Moskë në vitin në korrik 1918, ambasadori gjerman Wilhelm von Mirbach. Me qënë se Lenini, bolshevikët në pushtet, bën paqen me Gjermanin të Brest-Litovskut të nxorën nga Antanta Rusin, pra nxorën nga lufta botërore, atëre esrerët revolucionarë që ishin, të cilët qenë kundër daljes nga lufta, në bashkëpunim me shërbimet e fsheta angleze, sot është vërtetuar kjo gjë nga vetë anglezët. Bruce Lockhart, që ka qenë përfaqësuesi diplomatik i Anglisë në Rusin në atë kohë, e ka pohuar në një libër që ka shkruar në vitet 1932, ka qenë dhe ai agent i famshëm britanik Sidney Reilly. Këto janë të vërtetuara nga dokumentet britanike, pra këta çfarë bën një komplot të eserëve, që eserët të vrisnin socialistët revolucionarë në rusisht, të vrisnin ambasadorin gjerman, Mirba, u odhën eserët në revoltë, se ishin shumë të fuqishëm, ishin si lëvizja Gülen, po ta quajmë kështu eserët. Pra, u odhën eserët për të pushtuar Moskën, për të bërë një revolucion të dytë të tetorit, pa thënimit korrikut. U vra dhe në Ukrainë u vra komandanti i forcave gjermane në territorin e perandorisë ruse që i kishte marrë me këtë traktatin e Brest-Litovskut, dhe menduan aleatët që Gjermania do hynte në luftë ndaj Rusisë, do shkonte deri në Moskë dhe do detyroi Rusia të luftonte prapë me Gjermaninë. Por gjermanët nuk hynë në luftë, pra është i njëjti skenar që është përdorur dikur është përdorur kundër Rusisë, kundër Gjermanisë, për ta tërhequr në luftë me Rusinë, që tani përdoret kundër Rusisë për ta tërhequr në luftë me Rusinë. Me Turqinë, kundër Turqisë që ta vënë në luftë me Rusinë. Me Turqinë. Pra, kemi të bëjmë me një njeri, ky Josef Blumkin, atentatori i 1918-ës në Moskë, kishte prapa një organizat. Dhe ky nuk mund të mos ketë një organizat prapa. Pse? Se ka ndodhur ca gjëra të çuditshme. Për shembull, forcat e sigurisë ekzekutuan këtë. Kur mund ta neutralizonin, mund ta qellonin në krem, mund ta kapnin të gjallë dhe ta bënin të fliste. Atë dikush deshit t'ia mbyll gojën këtij. Nuk them se ka interes shteti turk t'ia mbyll gojën këtij. Nuk them se ka interes shteti turk sot të hyjë në luftë me Rusinë, por duhet parë një gjë shumë e jashtëzakonshme për këtë ambasadorin që u vra. Ky ambasadori që u vra ka qenë ekspert dhe lobist i madh që Koreja e Veriut të pajiset me armë bërthamore. 20 vjet ka punuar në Korenë e Veriut. Ka qenë dhe ambasador atje në periudhën më kyç, kur u vun sanksionet ndaj Koreas 2001-2006, ku shkoi dhe Krisilli që e njohim nga pala tjetër. Dhe marrëdhëniet ruso-turke filluan të bëhen më të ngrohta, si të themi, më të afërta, që kur Putini pranoi atë që ja refuzuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqisë të Erdoganit, projektin bërthamor. Është nënshkruar një marrëveshje në 2008-2009 për projektin bërthamor turk, që ta bënte Rusia, dhe ky ambasador tani është i specializuar për të dhënë asistencë bërthamore nga Rusia në një vend tjetër, me interesa geopolitike. Kuptohet, nëse Turqia do shkelë, si thua, do bëj një projekt bërthamor në bashkëpunim me Rusinë, kjo do sjellë një largim akoma më të madh nga perëndimi. Pra ka shumë interesa në lojë, nuk është një vrasje kaq një organizat kurde dëshiron të ftojë këto. Ka shumë në këtë lojë, ka shumë. Do jesh pak më drejt për drejt se ka që na futi edhe në kontekst, na çojë edhe në histori, pse ky ekzekutim në mes të Ankaras të ambasadorit rus. Cili është qëllimi? Shiko, ka disa arsye. Arsye parë lidhet me atë që ndodhi në Halep, apo Alepo që është mësuar. Për publikun, ta shpjegojmë, do të kishte qenë e pamundur që të krijojë edhe ISIS-i, edhe çfarëdo lloj forme tjetër organizative, ushtarake në terren kundër Asadit, nëse Turqia nuk do të kishte toleruar këta njerëz që të kalonin nga Turqia, nëse shërbimet turke nuk do t'i kishin ndihmuar. Është e provuar kjo? Është super. I ka toleruar Turqia? Patjetër se nga hyn gjithë ata njerëz, nga i kufi kanë hyrë. Madje ka me dhjetra dëshmi që të filmuara me njerëz edhe ca që ne kemi futur në përburgje të tjerë, gjithë nga Turqia kanë kaluar këta. Dhe marrëdhëniet shkuan gati marrëdhënie lufte në momentin që ndodhi historia
e avionit rus që u rrëzua nga forcat turke. Madje, po ju them sepse tashmë ka kaluar, domethënë gati një vit nga ajo histori, po ju them edhe arsyet pse ndodhi rrëzimi i atij avioni. Me paratë e një vendi arab të Gjirit, ishim blerë disa njësi antiraketore kundër ajrore në Ukrainë, në një panajir pikërisht në nëntor të vitit shkuar dhe po transferoheshin drejt Siris për t'ju dhënë këtyre forcave që ne njohim si Opozitë. Jo, tashi opozit në Alepo dhe terrorist në Irak nuk ka, do më thënë, o janë terrorist, o janë opozit. Po i quajmë rebel, kupton se kjo puna e double standardit është ka drejt ambasadori që thot që nga ka hedhë gjithve trute miut ai observatori sirian në Londër. Do më thënë, atë më shumë qartë, mbajtja në kontroll e sigurisë energjetike për 100 vitet e ardhshme. Kush ishin ata? Kush janë ata? Ta pra që ti përmenda. Ta janë akoma ata që e duan. Jo, tani që ndodhë. Me këtë lloj rreshtimi, jemi përballë dy alternativash. Jemi përballë dy alternativash. Ja, do ta kërkojmë, ndoshta regjia na ndihmon kur themi nga publiciteti, mund ta zmadhojmë pak. Në cilën pjesë do? Te Siria? Jo, unë dua të përfshi dhe tregun, sepse Ilva, jemi përballë dy alternativash tani. Alternativa e parë është që do të ketë një luftë mes vendeve të Gjirit dhe kësaj aleance që ne përmendëm. Është një luftë që ka filluar e hapur mes Iranit dhe Arabisë Saudite në Yemen, por rreziku dhe kërcënimi real është që lufta mes Arabisë Saudite dhe atyre vendeve që përmendëm, përfshi edhe këtu Iranit, të kthehet në një luftë e mirëfillt në terren, luftë e mirëfillt ushtarake, pra luftë ndërshtetërore. Okej? Dhe arsyeja e dytë që mund të mos ndodhë lufta në rastin konkret, po që një vrasje e këtij niveli të çojë palët drejt bisedime, pra me ardhin në Amerikë të një presidenti tjetër, është që palët të merren vesh që deri diku të ketë dy gasjellsa, ose më mirë, të dy gasjellsat të bashkohen diku në veri të Irakut ose Siri për t'u bashkangjitur pastaj, pra duhet një marrëveshje edhe me Katarin, duke pasur parasysh që Irani dhe Katari, që janë dy anët e tjera të Gjirit, pra dy anët e kundërta të Gjirit, janë dhe prodhuesit më të mëdhenj të gazit. Të gazit, flasim për gazin, jo për naftën. Po Katari është aleat i fuqishëm i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tashi, cilave Shtetet Bashkuara të Amerikës? Atyre që janë. Ato Shtetet Bashkuara të Amerikës që thoni ju, këta që po vinë janë për këtë projektin nga Irani. Ka ndryshuar presidenti, jo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këta që po vinë, përfshi edhe atë sekretarin e ri të shtetit, do t'jenë për këtë projektin nga Irani. Ata që ikën, bashkë me George Sorosin, ishin për këtë projektin nga Katari. Kështu që tani, për t'i dhënë paqe kësaj historisë, do gjenë një marrëveshje për gasjellsat dhe do paqësojnë gjithë rajonin, ose unë ju e dini që s'para kam gabuar në njëherë me ju ose në studion tuaj për këto gjëra, po ju them që viti që vjen do jetë një vit, jo viti që vjen, po 3, 4, 5 vitet e ardhshme do jenë vite goxhat nxehta. Më lejoni t'ju them edhe diçka tjetër. Nga informacionet e mia, të gjitha fabrikat e armëve të Evropës lindore, përfshi këtu Serbinë, Rumaninë, Bullgarinë, Çekinë e vendet tjera, i kanë shitur produktet e tyre me kontrata për 3-4 vitet e ardhshme, për armë konvencionale. Dhe natyrisht, rajon më të afërt për të pasur konflikt konvencional, se sa ky rajoni për cilin flasim ne, nuk ka. Por ajo që tha Kaserot është akoma më shqetësuese. Nëse Turqia kërkon të bëhet fuqi bërthamore, lind pyetja, ndaj kujt kërkon Turqia të bëhet fuqi bërthamore? Dhe duke qenë që është anëtare e NATO-s, Turqia do ta kishte më të kollajt që të bëhet fuqi bërthamore me teknologji amerikane. Pse tani kërkon të bëhet fuqi bërthamore me teknologji ruse? Ndaj kujt kërkon të mbrohet Turqia dhe pse me teknologji bërthamore? Turqia është aleati NATO-s. Jo, më duhet shkojmë publicitet sa të rikthehemi me njëherë pas pak. Mos u largoni. Jemi rikthyer, po diskutojmë për interesat dhe për ato çfarë kanë çuar
diskutimin aktual në rang botror për një rend të ri, për vendosje të superfuqive dhe cilat do t'jenë ato, si do të ndikojnë ato në të ardhmen. Kulla tha pak më herët se ndoshta 3-4 vitet e ardhshme do t'jenë të trazuara në të rajon nëse nuk merret një vendim për gazetarët. Nëse nuk ka një marrëveshje, po. T'ju jap edhe një lajm tjetër. Presidenti i Turqisë, Erdogani, ka shkarkuar nga detyra një nga njerëzit më të afërt që ka pas gjithë këto vite, shefin e shërbimeve sekrete, Hakan Fidanin, i cili ka qenë gjithashtu dhe një mik i mirë i Amerikanëve si shefi i shërbimeve sekrete. Dhe kaq shumë ka ndryshuar Erdogani në aleancën e tij dhe në strategjinë e tij, saqë edhe njerëzit e tij të afërt, po që tashmë ai nuk ka më besim sepse i mendon si afër Amerikanëve, po i shkarkon dhe po shkon drejt një aleancë gjithmonë më të thellë me rusët edhe me Iranin. Ky që ka shkarkuar ka qenë njëri i besuar i amerikanëve. Hakan Fidani po, ndër më të besuarit e tij, domethënë. Dhe një nga njerëzit më të fortë në komunitetin e shërbimeve inteligjente në botë. Kështu që me këtë ritëm që ka nisur, nuk besoj që vrasja e ambasadorit rus në Ankara është vetëm fillimi. Tani, me qenë se titulli i emisionit me sa kuptoj është rendi i ri botror. Rendi botror, po. Atëherë. Shumë njerëz sa se kanë qartë fare që është rendi i ri botror. Rendi i ri botror do të thotë ka nisur të përdoret si term afërsisht rendi i ri europian, kur Europa ishte pothuajse bota. Në konferencën e Vestfalis, Kongresin e Vestfalis që u mblodhën shtetet e Europës 1648. Dhe për çudi ne sot kemi 3 rende botror kemi kaluar. Rend botror do të thotë të mblidhen fuqitë e mëdha të botës bashkë në një tryez dhe të vendosin për punë të botës bashkërisht, me konsensus. Ky është rendi botror. Domethënë, mos marr vendime një fuqi e vetme. Ky është në thelb. Në praktik tani 3 rende botror që kemi kaluar ne në 200 ca vitet e fundit, i kemi të gjitha dhurat nga Rusia, ide ruse. Fillojmë me Kongresin e Vienës të 1815-s, që u bë për shkak të një ideje të perandorit rus Aleksandri Parë. Nuk ishte ide e keqe. 100 vjet u qeveris bota me atë koncerti i Vienës, që u quajt në analogji me atë koncertin e famshëm, jo këtë që bëhet tani. Jo këtë Tiranës. Ky është ansambli. Pra, koncerti i Vienës quheshin fuqitë e mëdha të Europës, Rusia, Anglia, Prusia që ishin atëre, Franca, Italia. Mirë, por Rusia u mbetje pak naqur se nuk mori sa deshi dhe filloi ta sulmonte me ato luftrat për të marrë kryeqytetin e Perandorisë Osmane, Stambollin. Tani, rendi prap që doli nga lufta e dytë botërore, vërtet e bëri Wilsoni, por çuditërisht e imponoi Lenini me publikimin e këtyre traktateve që detyroi këta të dalin me të traktatet e fsheta, pra i detyroi të bëjnë një lidhjen e kombeve që nuk do njitet traktatet e fsheta e kështu. OKB-ja që kemi ne sot, ishte ide Rooseveltit, po ide në bazë me cilën funksionon OKB-ja, veton e një fuqie të madhe, edhe Stalini. Stalini e donte Bashkimin Sovjetik veton. Pra, ne sot jemi në një rend botror të formuluar nga Rusia, dhe çfarë vere Turqia tani? Turqia vere këtë, që sot në botë llogaritën vetëm shtetet që janë fuqi bërthamore, Shqip. Ka qenë një ministër i jashtëm i Anglisë në fillim të vitit 50, i tha, pse do bëhet Anglia fuqi bërthamore? Përse unë tha, kur shkoj në koridoret e Këshillit të Sigurimit, megjithëse ishte Anglia shtet antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, në duket sikur jam lakuriqta. Pra, Turqia është, mos harrojmë një gjë, por nuk kuptuam që Turqia është ish perandori, e shikon veten një lloj si Turqia e shikon veten si që shikon Rusia, një perandori të shpërber, që e kanë zvogluar. Pra, Turqia e shikon veten si një shtet që mbjetoi nga perandoria osmane, dhe Turqia vazhdon ende procesi shpërberjes. Për shembull, kur kthehemi dhe te ajo që se kërkova hartën botërore. Kur flet Obama për të drejtat e kurdëve këto, kur thot Washingtoni flet për drejtat e kurdëve, në Washington ato mund perceptohen si mbrojtje e drejtave të njeriut. Kurse në Turqi perceptohen si dëshirë për të vazhduar shpërberjen e perandorisë otomane. Kthehemi te tema, te gazi dhe nafta dhe te Siria. Tani, ka një problem të madh, nëse mund shkoj pak të arta. Po.
Kthehemi te harta botrore. Establishmenti që humbi në Amerikë zgjedhjet, jo, kthehemi te Harta harta e tjetër, botës. harta e mëparshme e botës. Po? Ja, sa të kthehet pak? Establishmenti që humbi zgjedhjet në Amerikë ishte një establishment shumë i lidhur me interesat energjetike në këtë lindjen e mesme që quhet. Që përfshin dhe Pra të punë dhe ata që kanë fituar zgjedhjet. Ja ku është dallimi. Këta tani, për shembull, Hillary Clinton i financuesi më i madh ishte lobi saudit. Tani dhe vetë Obamës, problemi është këtu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot po bëhen një fuqi e madhe eksportuese e gazit dhe mund të zvendësojnë rolin e Arabisë Saudite dhe të fuqive tjera së bashku për shkak të nxjerrjes së madhe të naftës dhe të gazit nga këto shtresat me thyerje që quhen shale. Jo shale kompania është tjetër, ka bënë Shell, po. ato shtresat. Pra, sot në Europë ka filluar të dyndet të vi shumë gaz amerikan me cisterna të mëdha, nga përtej Atlantikut. Dhe tendenca tani, çfarë thot Trumpi? Trumpi thot, ne para se ta asistojmë sigurinë energjetike të vendeve tjera, ne të shesim atë që kemi vetë, pra të rrisim ekonominë amerikane, prodhimin amerikan, thot. Nëse unë thot, mund të shes vetë naftë, mund të shes vetë gaz të Amerikës në Europë, se tër këto që thot Iliri, dakor, tër këto vija kështu për gazsjellsa dhe naftsjellsa, mos harëm një gjë, të gjitha shkojnë në tregun e Europës, Bashkim të Europianës, aty është tregu, s'ka ku të shkojnë ato. Ose aty bën ftohtë, E pra, aty ka njerëz të pasur që konsumojnë, aty përdoret normal. Dhe me që aty të harta, shive, veriu vjen, furnizimi nga veriu vjen nga Rusia, furnizimi vjen nga lindja nga Rusia, po të vjen nga jugu nga Rusia, mbaroj, vetëm Libia ngelet, edhe Libia është bërë çorape dhe në rregull. tani sanksionet, çfarë qëllimi kanë? Sanksionet kanë qëllim ta bëjnë Rusin të paaft të kryej detyrën qoftë edhe të, domethënë ta kthejnë si Tanzania, si themi. Ta kthejnë si Venezuela. Venezuela ka naftë, po se nxjerr dot, se s'bën dot shpenzimet. E marrim do të mirëqen që Trump u zgjodh me ndihmën e Rusisë? Si? Trump u zgjodh me ndihmën e Rusisë për shkak të interesave? Tërë ata president amerikanë, e tërë ata sekretar departamenti shteti, e ku di unë drejtor të CIA është mbure në kujtimet e tyre që shpërbën Bashkimin Sovjetik. Tani, pse mos kënë bërë dhe këta indirekt për interesat e tyre? Jo, këtyre nuk u pëlqen Trumpi. Këtu është e bukura. Rusi sot, me interesat që ka, për të qenë fuqi eksportuese gazi në Europë, nuk i pëlqen Trumpi që fitoj. Rusia e di qarë bëri Rusia në diversion si me Ali Ahmetin. Shiko sa diversion të trash bën Sputniku, të ashti që është Agjencia Kryesore e Lajmeve, thotë Sputniku nxjerr lajme, thotë... Ja se ulemi, nëse s'na duhet më harta. Po, tregove këtë ka harta që t'ulemi se nuk është ndriçimi i mjaftueshëm. Sputniku thoshte para disa ditësh në një lajm që Ali Ahmeti kërkon të ruaj një qeveri pro-ruse në... Mos ja prek Ali Ahmetin kullës se ndruam temën e emisionit. E thoshte shumë trash. Ali Ahmeti vetëm me rusët s'ka punë. Shiko, qarë do... Tani, po të shikosh, pse do... Ja ta zemë se e ka ndihmuar Putinit Trumpin të vinë në pushtet. A intereson Putinit politika e Trumpit që nafta dhe gazi financuesët më të mëdhenj të Putinit, të Trumpit në fushat, janë produsët amerikanë të naftës dhe të gazit të cilët duan të ashesin tregun evropian. A intereson Putinit që Amerika të kap tregun evropian? Sigurisht jo, Putini para 2 vjetësh ka thënë një gjë. Rusis i intereson nxjerrja e naftës me $60. Po të jetë në $60 si intereson me, s'ka më interes. Do ngrihet çmimi. Tani, do futet gjeri Persi në luftë, do ngrihet çmimi. Po ta japun përgjigje me që je aty. Ja, përfundojë me hartën që të kthehemi në pozicion. Dhe gazi amerikan. Ta japun përgjigje me që je aty. Amerikës nuk intereson që gjitha ajo Rusi e madhe me Kinën të jenë aleatë. Aleatë sepse i lidhin nga sjellsat që vijnë nga Rusia dhe Kina është ekonomia e parë e botës. Dhe Amerika e di mirë që po ndodhë kjo gjë, ikën gjithë kontinenti aziatik dhe gati gjithë Afrikas atje janë bashkë, edhe Amerika do pësohet ekonomikisht. Ku do ikin? Po ikin, sepse ata janë fuqi e madhe ekonomike, janë dhe fuqi ushtarake. Me qa dojnë bashkë? Amerika është në anën tjetër të botës, apo dojnë bashkë me ushtrit e voglat NATO se ka Europa? E ke dhe në zinxhirin, dhe kinezët e quajnë nësja i gjarë nga garetuar. Po lëri se si ke, se po fletë si ata që thonin për luftën e Ukrajinës që NATO do ndërhyjë dhe do mbrojë Ukrajinën. Kush do hyjë NATO? Çekia, Slovakia, Slovenia, kush? Shqipëria, Kroacia, kush pra? Një ushtri ka...
një ushtri ka në NATO. Ushtria e parë e NATO si është Shtetet Bashkuara të Amerikës. E dyta është Turqia. Ushtria e dytë e NATO-s tashmë po bën aleancë me Rusin, kështu që kjo ndryshon të gjithë të rrafshin e influencave dhe kjo ndryshon gjithë lojën në sa po. Ai u kufizua, mori Krimen, ka marrë dhe një... Ajo kufizua e la aty sepse tha s'po vazhdojmë më te, se po të vazhdojnë dhe e mërë të brënda 2 javës gjithë Ukrajinës. Nuk është se nuk donte ta vazhdonte. Nuk është se nuk donte ta vazhdonte. Se si intereson, se s'ka në gjë, se po more Ukrajinën duhet pagush borxhet e Ukrajinës. Ukrajina është një vend që i mbytur me borxhe, një vend që prodhon vetëm korrupsion, kështu që ai tha europianëve, Ukrainën doni, merrni. Unë po marr këtë pjesën që më intereson që kam edhe këto rrugët e energjisë e sigurisë energjetike, po. Ai e mori Krimen për 2 ditë më burrë. Janë të vërteta ato çfarë tha sot Departamenti i Shtetit mbështetja që po i vën separatistëve në Ukrainën lindore? Po natyrisht është e vërtet, pse e vën dyshim tjetër pjesë. Rreziku për Estoninë? Edhe dëgjoj, ai s'ka rrezik për Estoninë, se edhe Estoninë po duan e marrin brenda 3 ditësh. Po se këtë logjikulla i bie, po du marr këtë, merr atë. Po e ka sepse është ushtria, ti jemi realist, nga pikpamja ushtarake, rusët i kanë fituar gjitha luftrat që kanë bërë, përveç asaj të Afganistanit. Dhe edhe në Siri, rusët e ndryshuan realitetin që është. Pra, rusët nga kjo pikpamja nuk duan një konflikt me Evropën, se Evropa i duhet sepse mban Rusinë ekonomikisht, çojnë gazin. Çështja është që Europa nuk ka një politikë vetë të jashtme, nuk ka një politikë vetë në sigurisë, dhe kjo bën çorap në vendimarrje. Pse do t'i duhet? Sot Rusia, ta thash, është furnizuesi kryesor edhe projekti i Jugut, ky që po fiton nga Irani, është furnizuesi kryesor i energjisë drejt Evropës. Kështu që i intereson Rusisë të ketë ndikim në Evropë, po jo të shkatërrojë Evropën. Bëj një profeci në emisionin tënd, një profeci që do ta Ta kujtoj. regjistrojmë, po. Mbahesh për profet. Po, profeci geopolitike. Tani, sigurisht Amerikanët e dinë që nëse vetë presioni fort nga Rusisë, ajo do shkojë te Kina. Po ka një problem, Rusia ka të merr nga Kina, se Kina e kërcënon me situash me aziatizim, me mbushjen e gjithë Siberisë me kinez, dhe 100 milion, dhe këtë frikë e shpreh në kujtimet e veta Khrushchevi. Kur i tham Kinës na jep punëtor, tha sa doni 2 milion, tha ju japim dhe 4 po doni. Dhe ne tham prit çfarë duan këta të na popullojnë me kinez Siberinë. Sa po e the këtë gjë që Pra, atëre, Amerikanët e dinë që frika e Rusisë nga Kina është më e madhe se frika e të qenit një shtet vasal i Amerikës në Europë si një fuqi popullsi të bardhë. O Kastriot ka ndryshuar skemat. Kina është ekonomia e parë në botë dhe ka nevojë për burime energjetike dhe për lëndë të para. Do t'i blerë. Dhe Rusia është furnizuesi kryesor sot i Evropës dhe ekziston gjithë mundësia që Rusia dhe Kazakistani ta lidhin ekonominë e vet me Kinën dhe dalin nga loja të tjera. Dhe natyrisht amerikanët e dinë këtë gjë dhe thonë prit se këtu është e ardhme e botës në 100 vitet e ardhshme që do bëhet me ekonominë, dhe ne nuk mund dalim nga loja. Kjo është dhe arsyeja pse republikanët, Trumpi, thotë unë dua një partneritet me Rusinë, jo luftë me Rusinë, sepse kjo më dëmton. Kina do përpiqet ta ulë çmimin, jo ta blerë me çmimin që do Rusia. Rusia ka një veçori, e do me $60. Nuk e do me $60, i duhet në $40, sepse kosto e prodhimit në Rusi është $22. Por nuk është ky problemi. Problemi është që Kina ka dhe likuiditet, mund t'i bëjë dhe vetë të investime. Pra, naftë sjellcat, gaz sjellcat, duke e marrë nga ata. Të çoj kinez. Se pa kinez ka në ashtu. Po, problemi është këtu. Ti po ndërton dhe pallatet në Tiranë me kinez. Politika amerikane në Rusi sot për sot është kjo. Po e them kështu, thash atë profecinë që do bëj. Po ktheu te Libia o burse. Ja të mbaroj profecinë te Siria. Ato bien si domino të gjitha. Thelbi është këtu. Ne sot jemi në 200 vjetorin, është në vitin 2026 kryengritja e dekabristëve në Rusi. Është e vetmja erën që në Rusi ushtarakët kanë dashur të marrin pushtetin. Dekabristët quhen se ndodhin në dhjetor dhe interesant sot në Rusi bën filma për të gjithë këto ngjarje, për dekabristët nuk bën film, bën për gjithë ngjarjet e mëdha historike. Dhe në kohën e Stalinit bënte për dekabristët zbari. Pse? Tani, dekabristët kanë një histori. Në dekabristët sot, po themi ushtria, nëse bën një lëvizje, perëndimi, kërkon të sot fuqinë në Rusi e kanë shërbimet e fsheta, ish KGB-ja e ka fuqinë. Ja mori byros politike. Thuaj një gjë, ata se kanë humbur kurrë. Mirë, ata organizuan të gjitha vendosin e Elcinit, grushin e shtetit ndaj Gorbachevit, se kanë humbur kurrë. Kanë ekonominë në dorë. Kryetari KGB-s ishte me puqistët në thenjashin, bën puq dhe dihet ai.
Në puqin e në thënjeshit, KGB-ja ishte me puqistët. Tani, problemi është këtu. Si shte KGB-ja, ishin drejtuesit e KGB-s. Perëndimi kërkon të bëj për vete, klasën e ushtarakëve që ka patur kur pushtetin Rusi. Dhe, në anë të këtyre, ti mbajtë orientuar me perëndimin, dhe ka një përshtatje numra shumë të çuditshme. Në vitin 2026, me rastin e 200 vjetorit, kryenvitjes dekabriste, Putini është 73 vjeç, 74 vjeç ashtë sa që ishte Stalini kur vdiq. Po parashikon vdekjen e Putinit? Jo, nuk e parashikoj se Stalinin nuk vdiq, Stalinin e eliminuan. Po, me vdekje nuk mund t'jenë brënda. Dhe eliminoan tani... Profecia cila është? Profecia është kjo, Kjo e Putinit. që në vitin 2026, ushtarakët do marrin pushtetin në Rusi dhe ta orientojnë nga perëndimi. Në 2026 të ndodh kjo? Maksimumi 2026 do ishte kështu, me rastin e kryenvitjes dekabriste. Kanë mbaruar shumë gjëra deri Se dekabristët tentuan të krijojnë një republikë pro-perëndimore në Rusi. Pas 10 vjetësh kanë mbaruar shumë gjëra. Themi pak më afër. Janë shumë Theni gjëra se 2026 nuk është shumë larg, po çfarë do ndodh me Sirinë ndërkohë? Roli i treshës Turqi, Siri, Iran, i shtuar së fundmi në ekuacion. Me Sirin do të ndodhi ajo që teknikisht, ajo që dështoj perëndimi, pra unifikimi një opozite cila shkon në marrëveshje me qeverinë Asad për të dhënë një qeverisje vendit me ndryshimet kushtetuese që janë bërë, për të ribërë zgjedhje etj. Çfarë realisht ka ndodhur në terren është disfata e Al-Nusrës dhe e ISIS-it, që kanë humbur Alepon dhe që ngelet vetëm zona atje ku bashkohen pra dy lumenjt ku kalon Tigri dhe Eufrati, pra në veri të Sirisë që është Raka, dhe unë mendoj që tashmë pas marrjes së Alepos do të ketë një riformatim, një ushtri të re të këtyre tre vendeve, të Turqisë, të Rusisë dhe të Iranit, për të vajtur dhe për të marrë Rakën dhe gjithë zonën e veriut dhe për të mbaruar definitivisht punë, dhe themi nga pikpamja ushtarake, me atë që njihet si ISIS. Po për t'i dhënë, pra përveç fitores ushtarake në terren, që do thotë edhe viti i ardhshëm do t'jetë një vit me shumë luftë dhe konflikte, gjë që do të rrisë edhe numrin e sulmeve terroriste brenda Turqisë, sepse të gjitha njerëz që ikin, pra të gjitha rebel që largohen, ata shkojnë dhe futen në Turqi. Ju patë edhe evakuimin që u bë me asistimin e Turqisë, ata shkuan gjithë në Turqi. Dhe është e qartë që njerëz që kanë luftuar 4-5 vite të indoktrinuar me agent politike dhe jo vetëm agent politike, në Turqi nuk mund të konsiderohen të gjithë një, le të themi, faktor stabiliteti, e aq më pak kur në Turqi ju keni sot që flasim, është një numër rreth 3-4 milion emigrantësh ose mirë refugjatësh lufte që vinë nga Siria. Së dyti, unë mendoj që përveç fitores ushtarake në terren, pra që do të bëjë kjo aleancë e re ushtarake, do të ketë nevojë për një legjitimim politik të këtij produkti që del nga lufta. Dhe legitimiteti politik vjen në bazë të një marrëveshje që ata po kërkojnë të bëjnë sot, dhe tha dhe ambasadori, me aktorët në terren, pra me një opozit politike të Asadit, disa parti cilat nuk janë me Asadin, janë sunit, por që nuk kanë lidhje me Nusrën dhe me ISIS-in. Gjë që do të kërkonte edhe një rimarrje të bisedimeve në Zvicër, për t'i dhënë edhe një legitimitet politik ndërkombëtar, pra saj forme të re qeverisje që do të vi. Këto bisedime njihen dhe nga Amerikanët dhe nga aktorët të tjerë? Ato do të njihen sepse Staffan de Mistura i OKB-s, i dërguari i OKB-s që e bën këtë gjë. Por tjetër gjë që deri tani këta kanë shkuar të ndarë iranianët në vete, me mendim vete, turqit në vete dhe rusët në vete, tjetër gjë që këta shkojnë si front dhe mbështesin një linjë caktuar sot, sepse imponohen në tryezën e bisedimeve. Kula, se kemi bërë disa emisione për Asadin. Dhe fundit që është e rëndësishme është, do të shohim çfarë do bëjnë vendet e Gjirit. Do vazhdojnë të mbështesin këto dy formacione ushtarakisht dhe ekonomikisht, Al-Nusrën dhe ISIS-in, apo jo, dhe çfarë do të ndodhë në Irak, sepse u morë me tamtamet mëdhaja ajo historia që po çlirohet Mosuli, po nuk flet më kush për Mosulin,
madje ka rrezik që po kthehet në disfat ushtarake. Se nëse fitoria e këtyre do të ishte vetëm për Sirinë dhe do të kishte dështim nga ana e Irakut, atëherë mund të ndodhte që edhe në Irak të ndodhte një gjë, që kjo aleancë pastaj të spostohej dhe këtë luftë ta zhvendosen në Irak, gjë që unë nuk besoj që amerikanët do ta kishin me shumë sy të mirë, se i bie që të humbin influencën në Irak, dhe ndoshta një nga gjërat më të shpejta që do të bëjë presidenti Trump është të dërgojë ushtrinë në Irak, pra Sirinë merren këta dhe të dërgojë ushtrinë në Irak dhe të... A do ta bënte më të mundshëm, më të shpejt një proces paqe, po të ishte edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përfshira në këtë negociat? Po, Shtetet Bashkuara të Amerikës natyrisht që duhet të jenë dhe mund të jenë, por unë besoj që ata do të shkojnë me forca në Irak dhe do të rimarrin atë që ishte Shtetet Bashkuara të Amerikës pas Saddamit. Pra, do bëjnë një luftë e rëndë dhe do fitojnë kundër ISIS-it në Mosul në zonën e Irakut veriut. Ndryshe Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse nuk dërgojnë trupa në terren për këtë gjë dhe shkojnë prap rusët, turqit dhe iranianët, e humbin pra në skakjer. Nuk ka asnjë lloj marrëveshje diplomatike e cila jep fituesen nëse ti nuk je fitues në terrenin ushtarak. Dhe ajo mendoj që presidenti Trump sa po të vinte ty ka për dërguar ushtrinë amerikane në veri të Irakut për të stabilizuar. Nuk është më urgjente ta dërgojë në Siri sesa në Siri nuk e dërgon dot. Siria mbaroi. Siria është vend antar i OKB-s, qeveria e Sirisë nuk kërkon ndihmë nga amerikanët, po e zgjidh të punë me Turqinë dhe me Rusinë dhe me Iranin, nuk ka që dërgojnë në Siri, se Siria mbaroi. Ata do ta dërgojnë në Mosul, sepse si tani e tutje, ajo që ngelet nga ISIS-i është nga Raka, veriu i Sirisë, deri në Mosul, dhe keni parasysh që Mosuli është qyteti i dytë ose i treti në Irak, është një qytet shumë i rëndësishëm. Jo, vetëm diçka se e kam me kullën se e di se çfarë mendon ai për Bashar al-Assadin, po doa dhe një pyetje sidomos ndjeshmëria e ditëve të fundit ndaj fotove, pamjeve, videove që janë shpërndar nga Halepo. Po. Çfarë i duhet një presidenti të zgjedhur në mënyrë demokratike që të largohet kur numri i viktimave civile arrin dhe pamjet që vinë nga shteti i tij janë të tilla si këto që kanë ardhur nga Siria këto ditë? Po ju bëj një pyetje. Jo, më përgjigj me përpyetjen time pastaj, me kundërpyetje nuk është. Okej, po përgjigjem unë atëherë. Çfarë duhet realisht kur shikon ata fëmijë të masakruar, ata prindër? Atëherë, ky është një manipulim i turpshëm i opinionit publik. Nuk ka fëmijë të vrarë? Është natyrisht që ka, sepse është luftë civile dhe luftrat civile, po të garantoj që ata fëmijë që vranë, shumica e atyre civilëve, unë e kam parë me sytë e mi në mediat arabe, janë gëzuar që mbaroi kjo luftë dhe kur kalonin në pjesën tjetër të Alepos kanë shkuar dhe gëzonin me faktin që më në fund mbaruan dhe u shrirua kjo pjesë e qytetit dhe vajtën dhe po rikthehet paqja. Ju garantoj që luftën në Halep nuk e ka filluar Asadi. Okej, dhe gjithë ata mira njerëz. Pavarësisht, po flas për bilancin tani, për bilancin përfundimtar. Po ka shumë rëndësi për vlerë ka të jesh më president i një vendi siç është bërë Siria tani. Të jesh president për të mbrojtur vendin tënd nga terrorizmi, natyrisht që ka vlerë. Tash ne nuk mund të nuk e mbrojti dot pra. Po e mbrojti pra, e mbrojti, ja e bëri. 5 vjet luftë civile. Po natyrisht se u përfshi gjithë bota në atë gjë. Ja gjithë ta që thamë tash. Ajo që ka ndodhur si nga pikpamja e historisë së politike të botës është e turpshme. Dhe po ta përsëris, a mund të më japësh një përgjigje ti mua sot? Pse në Mosul quhen terroristët e ISIS-it dhe në Alepo quhen opozita siriane? Kjo është turpshme. Ky është manipulim i turpshëm i opinionit publik. Sepse o janë dhe në Alepo edhe në Mosul terrorist, ose janë dhe aty dhe këtu opozit. Unë një bas makabër, nuk e quaj krenari po të mdal, po them që do mdal, që kjo është vetëm 5 vjeçari pari luftës në Siri dhe nuk është gjysma. Se? Natyrisht që... Sepse ka një problem të madh në Siri. Lufta civile vazhdon. Do të thënë lufta nuk do të mbaroj. Ajo është lloj lufta civile, pse quhet civile? Se bëhet rrugë, shtëpi, është kthyer në një luftë sektare. Ka Iraku është në luftë sektare që nga 2004. Dhe ka qenë i qeverisur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Besoj që ju kujtohet apo? Kur Rusia ka hyrë në Siri, Rusia shikon me vëmendjen më të madhe të kënaqë interesat e Iranit në Siri. Vendi drejt për drejt i interesuar për influencë në Siri është Irani. Çfarë po bën Irani këto ditë? Irani aty në terren bën marrëveshje me forcat sunite që të zbrazën qytete, të lëshojnë qytete, ato të largohen bashkë me popullsinë dhe të zvendësohet me popullsi sunite. Pra këto lëvizjet e popullsisë të gjitha shkojnë në favor të Iranit, i cili duke qenë shit, Irani duke qenë shit, kërkon aty, po bën një spasrim të eshtur etnik të sunitëve,
Dhe të kërkon të krijojë. Nuk është kështu më burtësh. Kjo është propaganda dhe demagogjia që thonë, ti po të shosh kush ka dalë në Alepo. Në Alepo që ta dishin, qendrat e Alepos, pronat më të vjetra janë të familjeve të vjetra shqiptare që janë aty. Drejtuesit fetar të Alepos, sepse ekziston, sepse ajo që shikoni ju janë vetëm 2 lagje të veriut të Alepos. Ndërkohë Alepo është 5 milion banor dhe gjatë gjithë tyre 5 vite ka vazhduar jeta normale në pjesën tjetër të qytetit. Dhe është me shumicë sunite. Unë jo dhe mëftiun e Alepos, të jesh me shumicë sunite, dhe të jesh me shumicë sunite në Siri, jo të domosdoshmërisht ti duhet jetë sunit nga gjiri persik, ose i atyre rriteve. Ka modele dhe modele, dhe kini parasysh, Alepo ka qenë një nga kryeqendrat e ish perandorisë osmane. Kulturalisht, Alepo është kryeqendër e kulturës botërore. Nuk mundemi ne në 2016 dhe të vim të ashojmë me syte e çdo qeverie që ndryshon njërën 3-4 vjetë. E vërteta duhet thënë si që është. Siria do jetë shtet unitar? Siria do t'jetë një shtet unitar në formatin e Libanit, ku do t'ket një kushtetutë të retë që do t'jepet një hapësirë. Po unitar është, Libani është shtet unitar. Por ka natyrisht ka koordinim të përfaqësimit të popullatës. Dhe ajo i solli 30 vjet lufta. Sunitët janë shumicë. Kush? Ai model. Jo më se ti e di mirë kush e bëri luftën në Liban, se Libani ishte qetë është qetë. Por në Siri, Ilva, e filluan palestinezët luftën në Liban. Aty është krijuar një republikë kurde në veri. Çfarë do bëhet me 2 milion kurdët? Do t'i shtyp ushtria siriane? Jo, ushtria siriane ka pas historikisht, që në kohë vjetra, kjo ka qenë dhe një nga arsyet pse Erdogani filloi konfliktin me Sirinë, pra me qeverinë siriane. Historikisht, kurdët dhe qeveria siriane kanë qenë aleatë. Çështja është çfarë do bëhet me kurdët e Irakut, sepse atje ka një shtet kurd. Nuk kërcënojnë kurdët e Sirinë. Më lejoni t'ju kujtoj që edhe Öcalani vetë ishte nga ata njerëz që bazën kryesore në kohën që ishte bënde luftë kundra Turqisë e kishte në Siri. Nuk do t'jetë... Kurdët e Siris duan të krijojnë një shtet kurd në rajon? Kurdët e Siris ka 6 lloje kurdësh në rajon. Ka në Azerbajxhan, ka në Armeni, ka në Turqi, ka në Iran, ka në Irak, ka në Siri. Kurdët e Siris kanë qenë më konstruktivët nga gjithë të tjerët. Dhe unë njoh shumë kurd, kam shumë miq kurd edhe në Damask edhe në gjithë Siri. Këtyre kurdëve do të njihet republika? Nuk ka republikë, me këta këtyre do të njihet e drejta e përfaqësimit. Ajo çka rrezikon në të vërtetë është Kurdistani nga Mosuli në Kirkuk, atje ku sot ka një shtet Kurdistanit. Ky është problemi. Që nuk e njohin. Ka një shtet veçpallur. Është një shtet brenda Irakut, është një shtet që ka përfaqësim politik dhe diplomatik, pavarësisht se nuk njihen si ambasada, gati në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe ambasadë shumë aktive edhe në Londër dhe vende tjera të Evropës. Dhe është një shtet që ekonomikisht është shumë i fuqishëm. I vogël. Indiferent. I vogël s'ka rëndësi, po ka para. Dhe është edhe një shtet, nuk ka vetëm naftën aty në Kurdistan, po ka dhe ujin, sepse pasuria kryesore para naftës në atë rajon është uji. Dhe nëse ju kujtohet ju, një nga kërcënimet kryesore që kishin Amerikanët në raport me veriun e Irakut, ishte në mos njësisht i merrte kontrollin e digave të mëdha që kontrollojnë ujë. Më lejo të shkojmë publicitet se rikthehemi për pjesën e fundit të këtij debati. Mos u largoni. Jemi në pjesën e fundit dhe për t'i vënë një mbyllje gjithë bisedës që kemi zhvilluar sot, që me sa më rezulton nga komentet dhe mesazhet është interesante. Kulla, është interesante se këto që po themi janë nuk para dëgjohen nëpër panele apo se edhe nuk diskutohen shumë? Në Shqipëri ekziston një lloj kompleksi ndaj të vërtetës dhe ndaj të qenit politikisht korrekte dhe ekziston kompleksi se mos thot kush në gjë, se mos thot në ambasador në gjë, se mos na dëgjon ky, se mos ashtu, domethënë harrohet që rregulli numër 1 i komunikimit me publikun është të jesh i vërtet dhe të thuash ato gjëra që mendon. Unë dhe Kastrioti jemi miq të vjetër dhe themi gjithmonë gjërat kundërta me njëri tjetrin në emision. Po kjo s'na bën armiq, kështu që nuk besoj se ka ndonjë gjë të veçantë, nuk është se kemi thënë ndonjë gjë që s'dihet. Thjesht themi gjërat që i dim, ndërkohë që të tjerët nuk e di pse mbajnë gjuhën. Mendon që i din, po nuk i thon, e mbajnë gjuhën. Një pjesë i din, një pjesë pastaj s'din fare, flasin kështu, çfarë në internet. Do doja pak rolin e Erdoganit dhe marrëdhënien e tij me Putin. Çfarë do të ndryshojë dhe a rrezikohet Shqipëria në këtë marrëdhënie? Roli i Erdoganit. Erdogani do vazhdoj të jetë një lider i fortë dhe me sa duket ai e ka ndarë mendjen që nuk do më të jetë
pjesë e BE-s dhe nuk i intereson më dhe do tjetë i modelit të leadershipit që vjen nga Kirgizistani, Kazakistani, Rusia, Bielorusia, pra lider i fort me ekonomi të fort, me variantin që unë po kam ekonomin, më ndjekin njerëzit dhe bëjmë zgjedhje sa herë duash. Dhe për i të vërtetës i ka dhënë rezultat deri tani dhe fakti që Turqia... Ka dhënë rezultat, po ka gazetar të burgosur, probleme me drejtat e njeriut. Do t'i numërojmë. Thot, ish kryeministri Dalema, i thot një politikani shumë të rëndësishëm shqiptar. Shumë vite, para se Dalema të bëjë kryeministër. Ky politikani shqiptar shkoj të ankojët e Dalema dhe i thot, shukshuna ka dhunuar Berisha. Edhe Dalema në atë kohë që sa kështë ardhë partia e vetë në pushtet, i thot, okej, thot, unë po të gjoj, do ankesën tuaj me qeverin tonë, do të qojmë në Evropë, po duhet t'jem shumë realist me ty. Në Evropë për drejtat e njeriut mendojnë vetëm në fundjavë, gjatë javës mendojnë vetëm për biznes, për afare. Kështu që tashin, nëse ne do të konsiderojmë që Erdogani do shkarkohet se pas ka dhunuar vetëm gazetarët. Jo, se do shkarkohet. Nuk është një gjë e mirë edhe për të lavdruar në që fse dhunon gazetarët e lirinë e shprehjes. Tashi, unë nuk thash që është një gjë e mirë edhe për të lavdruar. Por, ne duhet jemi realist. Erdogani, shiko, unë nuk kam qenë njerë në i fanë si Erdogani dhe nuk jam as tashi. Ma dje ju kujtojt që më futën edhe në listën e mbështetësve të Ndaj po habitem mbrojtje që po i bërë. Por Erdogani është po i bërë mbrojtje, duhet jemi realist. Erdogani është njëri që gjeti Turqin në kolaps shumë të keq ekonomik se sa kolapsi ekonomik i Greqis që soli në pushtet kryeministrin aktual të Greqis. Dhe është fakt që për 10 vjetë Erdogani ndryshoi Turqin nga një vend i mbytur në borxhe dhe me ekonomi të mbaruar në një nga vendet më zhvilluara ekonomike dhe me një potencial shumë të madh zhvillimor. E dyta është që Erdogani, pavarësisht se ka qasje fetare në çështjet politike, Erdogani ka arritur të jetë shumë i qartë në çështjet e tij shtetërore dhe nëse sot Erdogani votohet, nuk votohet as se ka futur gazetarë në burg, as se mund të ketë futur në një opozitar në burg, as se ka filluar luftën me Gülenin e tjerë. Erdogani votohet sepse ka rritur ekonominë e Turqisë dhe ka forcuar Turqinë. Kjo është arsye. Do të jemi realist. Pra, strategjia e Davutoglus për të bërë një Turqi të fortë dhe për të bërë një fuqi rajonale, siç ka qenë dikur Perandoria Osmane, i ka dhënë rezultat politik. Tani është çështje tjetër nëse ne do shohim se çfarë do ndodhë në të ardhmen. Kjo është një histori tjetër. Unë mendoj që rreziku i futjes së Turqisë në një luftë rajonale do ta dobësonte Turqinë. Por e përsëris edhe një herë, Turqia është vend antar i NATO-s dhe është ushtria e dytë e NATO-s dhe është një nga 10 fuqitë ekonomike më të mëdha. Si do t'ja bëjnë këtë marrëdhënie të re me Putin? Duke qenë dhe vendi i dytë më i madh i NATO-s. Do të forcohen dhe Turqia do vazhdojë të ketë një rol shumë të madh ekonomik në pjesën aziatike nga Kazakistani dhe gjithë ish republikat sovjetike dhe do të forcohen ekonomikisht duke patur parasysh janë partnerët më të mëdhenj të Detit të Zi. Si do forcohen se ti e di shumë mirë se ç'ndodh. Nëse je vend antar i NATO-s, nuk mund të kesh to marrëdhënie që ka tani Turqia me Rusinë. I ka dhe do të ketë dhe nuk e përzot kush nga NATO. Jo, nuk flas për përzënje, po flas për ruajtje e ekuilibrit. I ka dhe do të ketë sepse do lidhë interesat e veta ekonomike. Atë që po bën Erdogani është një mënyrë sepse shikoj gjithë kjo histori lindi nga fakti që nuk ka një politikë të jashtme europiane. Se po të kishte politikë të jashtme europiane, dhe të mos kishte paragjykime mbi faktin që popullsia turke apo popullsia shqiptare janë muslimane dhe do të kishte pas zgjerim të shqiptarët problemi musliman nuk ekziston. Tani nuk ekziston në tavolin, por në tavolin ti e di që ekziston. Asi ka ardhur radha të ekzistojë ky problem, se kemi aq shumë probleme të tjera se s'ka ardhur radha qenurit musliman. Duhet jemi realist, edhe ky problem është. Kur po i erdhi ndonjë dita nëse ka bërë. Nuk ka patur vullnet për zgjerim, ka shtete të cilat kanë bërë më pak detyre se Shqipëria dhe kanë avancuar më përpara, po kjo është një çështje tjetër, fakti që një pjesë e madhe e politikanëve në Evropë, që nga Wilders sot në Hollandë e shumë tjerë duan Evropën një klub kristian, po kjo është një çështje tjetër. Jemi tek fakti që Turqia po synon të kthehet në një fuqi rajonale. Dhe kthimi i Turqisë në një fuqi rajonale me një aleancë me Rusinë i kthen të gjithë raportet e stabilitetit në Ballkan në ka të kundërt. Pse? Sepse kemi një Evropë të dobët, kemi një Evropë që qeverisja e vendeve anëtare nuk do më zgjerim, dhe kemi një Amerikë e cila është larg dhe e cila nuk mund të vazhdojë të bëjë vetëm lufta, se ka hallin e rritjes ekonomike që flet Trump. Plebisciti gjithë rajonet që kanë probleme. Ndikimi rus në Ballkan
Ndikimi rus Do jetë një ndikim ruso-turko? Ndikimi rus në Ballkan me një aleancë me Turqinë kthehet në vendimarrës. Nuk do ketë fuqi më të madhe në Ballkan nëse Rusia dhe Turqia merren vesh për Ballkanin. I vetmi shtet që do ngelet jashtë ndikimit rus do jetë Shqipëria, sepse ne tashmë jemi në NATO dhe Kroacia. Po të gjithë vendet e tjera pastaj një formë ose një tjetër do përfundojnë në influencën ekonomike, o të Rusisë ose Turqisë ose dyjave bashkë. Marrëdhëniet e Erdoganit tani smatë, marrëdhëniet e Erdoganit me Putinin. Marrëdhëniet e Erdoganit me Putinin mua më ngjajnë shumë me marrëdhëniet e Hitlerit me Stalinin. Do me thënë, Stalini nuk e Kush është Hitleri dhe kush është Stalini? Po, Stalini është gjithmonë Kremlin. Pastaj të tjerët lëvizin. Tani, çfarë ndodh? Pse nuk e besonte dot Stalini që e kishte sulmuar Hitleri? Sepse thoshte, ne fati jonë është i lidhur, thoshte. Ai shikonte fatin e tyre të lidhur, e ndam kufirin si deshëm, tani çfarë problemi kemi ne? Treni i fundit me minerale u largua një orë para se të fillonte sulmi. Dhe, pra, në këtë kuptim, ata janë dy njerëz që se shqetësojnë politikisht tjetrin. E din, janë dhe në një moshë të këtill 2 vjet mi mathesh Putini se Erdogani. Kjo me moshën më duket se nuk korespondonte se... Ka shumë rëndësi për ata. Jo, po Putin është aktualisht 64 vjeç. 52 është Putini, 52. Kështu që nuk na dilte llogaria e 2026-s. Na del shumë mirë thuaj sepse Stalini është vërtetuar. Shumë thonë, është aktualisht 64 vjeç. Është vërtetuar e ka ulur një vit moshën. Është vërtetuar sot nga gjithë studiusët serios dhe di pse ka ulur moshën. Edhe ky me Jo, e ka ulur moshën për të fshehur faktin që një shef policie kishte vajtur që thonë kishte marrëdhënie me nënën e tij. Po ka dashur se i kishte ca iluzione. Dhe me qenë se ai kishte vajtur ca më vonë, do me thënë, unë kam lindur për të mos korespondonin datat. Është histori tjetër ajo. Është vërtetuar sot, mosha zyrtare, po të hapësh çdo enciklopedi, është 21 dhjetor 1978. Tani, po të marrësh këta të dy, janë njerëz që politikisht është i lidhur fati tyre, janë në një yll politik, po ta shikojmë kështu, në një yll politik. Tani, çfarë do bëjnë këta? Si do ta përballoj Erdogan të qendrimit midis NATO-s dhe Rusisë? Shiko, Turqia, NATO-n e ka parë gjithmonë me dyshim. Dhe një nga pyetjet më të mëdha që bën ky Davutogluja në librin e vet, që është një libër shumë i rëndësishëm për gjeostrategjinë turke, pavarësisht se qeveri vjen, thellësia strategjike është gjithmonë ushtarakët tanë, ushtarakët turqi, pyesin ushtarakët amerikanë, abiteshin politikanët që në artat e NATO-s, Turqia figuronte Turkish barrier, bariera turke. Do me thënë, ne jemi një barierë, nuk jemi një aleat. Ne jemi një barierë që mos hyjnë këta në Europë. Pra, se shiko, po të shikosh vetë emrin e aleancës është shumë kuptim plot. Pakti, traktati i Atlantikut Verior, organizata e traktatit Atlantikut Verior. Kjo do me thënë që këta donin të mbronin bregun koncepti i ri strategjik i NATO-s i bërë në 2010-ën e përfshin gjithë me zdeu. Por e lere që përfshin emri aleancës është... Po mirë, kur është themelu, po... Po ka një kuptim, shko, emrat ka rëndësi të madhe. Po ishte situatë tjetër? Ja ka thërmund cila situatë ishte. Amerikanët, kur krijuan konceptin e NATO-s, e pan Atlantikun si kanalin e La Manche-it. Do me thënë, Anglia kishte një doktrinë 300 vjetë që thoshte këshu. Po pushtoj njeri vendet e ulta, është një loj si të ketë pushtuar... Tani dole të pika, problemi është çfarë do bëjë Anglia. Pra, Amerika qarë bëri, e pa Atlantikun si kanalin e La Manche-it dhe tha, kush prek një vend që ka breg në Oqeanin Atlantik, ka prekur zonën time të sigurisë. Do me thënë, ideja është kjo, për këto unë të luftoj me armë bërthamore, për këto tjerat nuk e dim. Dhe, është e vetëm një aleancë që ka një paradoks që të emri, që vendet nuk kanë guxim të pyesin këta, se po të marrësh Spanja, Franca, Portugalia, Gjermania, Hollanda, Belgjika, Norvegjia, të gjitha këto, Anglia kanë dalje në Atlantik janë në rregull. Këto më tutje ju fillon problemi. Se s'kemi dalje në Atlantik dhe themi, a do luftohet për ne si për këta tjerët, atë nuk e dim. Turqit e thonë hapur se janë vend sovran, pra i ta thotë, kur më thua mua Turkish barrier, do me thënë jetë barrier ndër këtyre vendeve që si janë në kufi me Oqeanin Atlantik. Tani, për Turqinë, unë them që Putini, me natyrën që ka, ashtu si Stalini, dëshiron ta
provokoj Turqin që të veproj kundër NATO-s. Ti thot, çfarë problemi ke ti? Kërcënohesh për pushtim? Jo. Atëre, yrë në Ballkan. Putini nuk do ta provokoj. Putini do Turqin si kufi Jo Turqin të provokoj. E do Turqin si kufi për mosgjerim të mëteshëm NATO-s, ta tha ambasadori. Tani, Putini ka interes të shpërbëj NATO. Dhe dyta... Putini e shikon shpërbërjen e NATO si sfidën e vetë strategjike. Dhe dyta ju nuk mund të harroni që edhe kur Putini nuk ishte i fort, madje ishte shumë i dobët në 2003-shin, dhe vetë Erdogani ishte i dobët se sa po kishte ardhur në pushtet, nuk i lejoi amerikanët që të hynin në Irak nga Turqia, kur pushtua Iraku, dhe të përdore baza Incirlikut si bazë toksore për të hyrë në Irak. Tamam, ai tha ja japim NATO-s, po NATO e syri. Kjo ka ndodhur në një situatë komplet ndryshe, ku edhe Turqia dhe Rusia ishin të dobët dhe prap ata nuk e lejuan Tani ku e shikoj unë rrezikun rusaturk për Ballkan?